Kuptoj. Pra, le të themi është gjithçka në dorën e protestuesve, po thoni, po më pas mënyra se si ndoshta mund shtrihet, kemi parë që herë të tjera ka pasur edhe bllokim të kryqëzimeve apo shtrihje të protestës deri pranë parlamentit. Priten ditën e sotme apo do të jeni të fokusuar vetëm përpara kryeministrisë të Sheshi? Tani, gjithçka nuk është në dorë vetëm të qytetarëve të protestuesve. Thash, është një bashkëveprim midis përfaqësuesve politik, deputetëve dhe protestuesve, sepse mbështetësit kryesor të veprimit tyre, patjetër që jemi ne. Më pas këto kërkesat për të zbuluar si do jetë lëvizja, si do bllokohen rrugët apo ku do jetë përqendrimi më i madh, besoj se janë elemente asaj që paratham. Nuk ka skenar dhe nuk ka diçka të parapërgatitur. Ne do jemi aty në ora 5, para sheshit kryeministrisë, dinamika, mënyra si do e zgjedhim pasaj lëvizjen apo reagimin, formën e veprimit, formën e aksionit, duke e gërshetuar edhe me fjalë, duke e gërshetuar edhe me thirrje, por dhe me veprime konkrete, gjithçka do zbulohet për pak orë dhe ky kuriozitet do shfuhet në ato momente. Më mirë